basement apartment I rented with you. Me që shkuam në supermarket, thash po hap edhe vlogun sot, edhe t'ju tregoj se qa morëm kashkavall, djath për tost, sallam për tost. Ma për tost. Morëm këto mortot me që ishin në ofert. Janë të vogla, po për mëngjes janë mirë. Tuk tosti. Mora kështu mix për të bërë gjell. Mora 2 lloje. Mora dhe këto. Këto nuk i kam provuar ndonjëherë. Këto i kam provuar. Këto me misër janë shumë mira. Do provoj t'i bëj nesër me mish viçi. Këto i mori Endri, unë nuk i kam qef fare këto lloj mortosh. Morëm kola. Bravo. Patate të ngrira, i mbaj në frigorifer që kur të doj ola ndonjëherë t'ja ja. Çoko krem, morëm të Nutellën edhe kjo ishte më ofert. Kos. Golden Eagle. Bira. Bira, bravo. Edhe një birë tjetër. Baruan. Edhe fatura. Edhe qeset e ganti. Unë nuk jam ndruar akoma. Gjithmonë kur dalim vim në shtëpi pastaj dhe më jepet një ftohtë, nuk e di çfarë t'ju them. Unë jam njeri i plevitosur, nuk e di. Sapo bëra një porosit e Temu, kam porositur disa gjëra për ditëlindjen e Adrolës te kjo porosit, domethënë janë vetëm gjëra për Adrolën, po i kam porositur që tani që t'jem e sigurt që do më vinë deri në datën 25 maj që ka ditëlindjen e Adrola. Kam porositur disa gjëra shumë të bukura, nuk e kemi vendosur akoma si doja bëjmë, ku doja bëjmë, se këtë vit bëm 5 vjeç, themi që t'ja bëjmë pak më të madhe te kopshti, duke qenë se edhe dita e ditëlindjes bie ditë kopshti. Nuk e di o dashuri. Dano, qa benore? Më doli aty një rimbursohën 100%, tani nuk e di sa do jetë e vërtet. Shpresoj që do i marr ato lekët mbrapsht, diku te 15.000 lek. Do porosit disa gjëra të tjera, se ju kam thënë që kam vendosur disa gjëra me pika kështu, e them se do i ble ato. Këto gjërat me pika kanë dalë shumë në modë tani. Gjithashtu kam bërë edhe një bashkëpunim me një faqe tuaj që kam bërë edhe herë të tjera me rroba për fëmijë, për rolën. Kam porositur disa fustane shumë të bukura dhe shpresoj që njëri nga ata do e ketë Adrola për ditëlindjen, që do e veshi te kopshti. Kështu, të rejat e fundit. Unë tani liza kondicionerin, të ngrohem, pastaj dua t'iki të bëj një banjë, se i kam bërë flokët me ato për të ulur të qimet dhe nuk po i duroj dot. O zoti madh, po më rëndon koka 2 kg. Nëse, ika. Sa bukur e ke bërë ti, moj, sa bukur. Po ikim të lodrat me hola. Është e shtu te kuklat. Po te kuklat mire kjo hola. Ne erdhëm këtu po nuk pas ka fare fëmijë. Shumë keq. Thuaj se nuk më thaj dot sa hap librin me dhembë koka. Erdhëm ka kuklat ne dhe po ikim përsëri te ku i vara në Berat. Kemi marrë edhe qenushin edhe nuk po rim dot. Dhe normale nuk është mësuar në makinë. Që e ze. Po sot tam do ta mbaj pa xhamin afër edhe mbas se nuk e ze të shikoj. Tash çik çave nëitalar. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden
nga drolla do la dhe entri, unë nuk bëhet fjalë. Kam shumë ftohtë edhe këtu edhe dua xhumë. Si jeni, pas disa ditësh, po nisi të flas më vonë. Po iki të marrë një pak kodonit e posta, më ka ardhur një bashkëpunim që kisha bërë me rroba për Adrolla, kështu që po iki ta marr tani. E mora. Tani në shtëpi. E di që nuk ju kam filmuar shumë, nuk kam bërë shumë video, po do mundohem tani e tutje, do me të nga sot e tutje, të bëj video sa më shumë. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave all we got. It was so with you. Following the leader down 8th Street to get what we can. Kemi dalë nga lumi sot me Olën, me Nenën edhe me Qenushin. Tani kanë ikur andej për të marrë lule kuqe. Sa kam lozur me ato kur kam qenë me vogël o zoti. Kur kam qenë me vogël. Kam lozur aq shumë. Kjo koha sot është o zoti mas, çfarë të them. Ke qef të rish në diell, ke qef të dalësh. Lighten up, take me on your magic river. Sa ditë kam pa ullur këtu dhe pa folur. Shumë. Mund të kenë kaluar ndoshta një javë më shumë që nuk kam filmuar si duhet, vetëm kam filmuar disa pjesë vogla, për shembull kur kemi dalë ose ndonjë gjë shumë të vogël në shtëpi, por kemi pasur nënën te shtëpia. Okej, kemi dalë nga pak, kohën e kemi pasur xham njerë. Ju do thoni që kohën e ke pasur të mirë, pse nuk e filmuar? Nuk e di. Ndoshta edhe nga që YouTube-i nuk po rritet shikimet. Ndoshta është dhe kjo, nuk e di fare t'jap një arsye tamam pse nuk kam filmuar, po nejse. T'ju them më të fortën e fundit, se kjo më ra ndërmend tani dhe doja ta tregoja. Qenushi që kemi, na doli qenushe. Se një shoqe që ndoshta po e shikon edhe këtë video tani, më tha që ti nuk arrin ta dallosh ta një qen nga një qenushe, domethënë një mashkull nga një femër. Shikoni të fortën. Kur vajtëm neve për të marrë qenushen, i dërgova një foto ChatGPT-s dhe i thash po thuaj çfarë është, se unë nuk arrija ta dalloja, sidomos kur janë shumë vegjël. Më tha që është mashkull, edhe unë e mora për mashkull. Shkuam te veterineri, nga që më tha çati kështu dhe nuk është se e pyeta. Koha kalonte, domethënë nuk e shikoja atje. Se po e them kështu trosh tani. Derisa erdhi një mosh, tani dhe pak edhe
duhet të bëj 1 vjeç. Shikoja që nuk loste me Arushat, që ta them kështu si larg, mos ta them aq troç këtë. Po I thoja Endrit, nuk ka mundësi, diçka ka këtu. Prap, okej, filluan ti zhvilloheshin pak më shumë gjokset. Aty I thash Endrit, mos ndoshta është femër. Edhe ne nuk e dim. E pam, edhe e kuptuam që ishte femër. Pastaj mbas disa ditësh I erdhi cikli, e tani është që nushja me cikl. Sa ta kaloj ciklin, edhe patjetër që do shkojmë ta sterilizojmë, se është pak e vështirë kështu. Ato që kanë qenusha besoj e kuptojnë. Edhe po, kjo është eria e fundit që e dinim qenush, edhe na doli qenushe. Kështu, ne sot ditën e nisëm tek teatri kukullave, shkoam me mamin, erdhi dhe nana atëherë. Nuk kishte shumë fëmijë sot. Nuk e di pse, po nuk kishte. Pastaj u kthem në shtëpi, kemi ndonjë pak edhe kemi dalë te lumi, morëm dhe qenushen, se normal do të ajo të dali pak, edhe koha ishte shumë e mirë. Edhe pse më duhet ta kem pak më shumë kujdes tani, se ndoshta mund të shkëputet edhe është ndonjë qenush. Kjo periudha është shumë e lehtë për të ngelur shtatza. Erdha në shtëpi, bëra makarona, mami më pëlqeu, pa I ke bërë shumë mira, edhe vërtet I kisha qartë. I bëra me suxhuk, me salcë, me pana, I hodha erza, piper, I hodha dhe arë muskat, krip, I hodha edhe çaj ka ajo, borzilok. Po, borzilok. Edhe pana. E thash pana? Nuk e di, e thash po pana. Kishte dalë. Tani Endri është duke ardhur se ishte në mbledhje. Nesër nuk e di ku do ikim. Të shtunën apo të dielën, apo të shtunën. Të shtunën ishim në Berat tek Ujvara. Nuk ju kam folur për Ujvarën, por neve nuk është se na pëlqeu, edhe pse unë besoj se nuk na pëlqeu, nga që lart te Ujvara ishin disa njerëz duke rëmuar diçka, duke punuar, nuk e di, edhe uji ishte I komplet I qelbur, I turbul. Ndoshta kjo ishte edhe arsyeja që nuk na pëlqeu, por që rruga ishte shumë e mirë, kush do të shkojë, duhet të shkojë patjetër. Domethënë mund të shkoje shumë afër Ujvarës me makinë, kush ka makinë të madhe. Me makinën tonë shkuam deri tek fabrika. Ishte një fabrikë që nuk më kujtohet tani si kishte emrin, e la makinën atje dhe deri tek Ujvara ndoshta mund të ishte 20 minuta. Mua më duk shumë më afër, po Endri tha 20 minuta, po them dhe unë 20 minuta. Edhe pse mua më duk jo më shumë se 15 minuta, 10 minuta fare. Duhet të shkoni. Këto, kam ndonjë gjë tjetër unë të re pa ju treguar ju? Nuk e di. Po pres edhe pakun që ju thash nga Temu, apo nuk ju kam thënë, që porosita këto gjëra për ditëlindjen e Olës. Nuk jam e sigurt, nëse ja u kam thënë. Po kam porositur pjesën e zbukurimit të tortës, sepse besoj që këtë video e bëjmë vetë, do e bëj mami e Endrit, edhe me pak ndihmë nga mua, për këto zbukurimet më shumë. Kam porositur një stiç të madh, ishte kështu si të lumbace, si balon. Një e 20 më duket një e 30 e madhe, kështu që duhet jetë goxha. Kam porositur qeset për dhuratat për fëmijët. Kam porositur lodra, nga një nga ato, çai thon, popit të vogël kështu, që t'ia fus secilit në qese, edhe nga një sticker. Këto kam porositur për ditëlindjen e Olës, nuk e kemi vendosur në fakt akoma si do ja bëjmë, nëse do e bëjmë në kopësht apo do e bëjmë në lokal me organizim me gjëra kështu, nuk e di. Janë goxha shtrenjtë ato, të them të drejtën. Nuk e di. Mirë them t'ja bëjmë më mirë vitin tjetër, ditëlindjen te kopshti, duke qenë se do jetë edhe viti fundit aty, po me të parë dhe me të bërë, të shikojmë. Nuk e kemi vendosur akoma, kemi dhe një muaj përpara për ta vendosur. Këto paka shumë të rejat e fundit edhe çka kemi bërë së fundmi. Mirë mëngjes, nuk e di është mëngjes, po them mirë mëngjes, ne po dalim, nuk e kam iden ku do ikim, po dalim. Ne dolëm, por na erdhi mesazh nga posta që kishte ardhur pako e Temu, po sot është e diel. Gjithsesi tani që kaluam këtu e pash që ishte hapur, edhe shkoi Endri që ta marri. Shpresoj që ta marri. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up, tell me about the people that you know who are trying to feel alive.
brighten up. Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything